mjaft mirë tahinin, avokadon, vezën e zirë, lëngun e mishit, aroret, frutat e thata, thjerëzat, legumet, fasulen e bardhë, fasulen kafe, po themi që mund konsumoj mjaft mirë turshit organike të bëra vetë, pra ka një sër ushqimesh të cilat mund konsumoj një person që është diabetik. Kanella ndihmon shumë personin diabetik, selenoja, majdanozi, duhet kenë kujdes me ushqimet cilat janë procesuara që i përmendëm. Pra makaronat, këto që janë ketchupet, majonezat, këto që janë nëpër markete, ose këto produkte cilat janë junk food, ushqimet e shpejta, ose ushqimet cilat patjetër ato që diskutojnë që janë fast foodet, por që për mendimin tim, armiku ose edhe një ushqim tjetër që për mendimin tim dhe nuk është i shëndetshëm, është qumshti i rafinuar ose qumshti deri diku me i paketuar, asaj nuk duhet konsumohet, pra qumshi skremuar të ndryshe, e kupton? Unë kategorimin do të kategorizoja si ushqim parë pjesën e sheqerit rafinuar, ose më saktë makaronat. Makaronat cilat janë që mund gatuan, makaronat me salcë, sheqeri bardhë, duhet të bëjnë kujdes edhe me këto kafe të cilat janë si macchiato në për bustinat vogla ose që merren nga marketi. Do më thënë çfarë sheqer persona cilët kanë problematika të diabetit nuk duhet ta konsumojnë dhe glutenin. Gluteni është te pjesa e grurit, te pjesa e elbit, pra kryesisht te buka e bardhë, te pjesa e 27,